Ish konkurrentja e Big Brother VIP Albania 4, Loredana Brati, ka reaguar pas shpërndarjes së disa fotove që po bëjnë xhiro në rrjetit, ku ajo shihet krah Jozit. Përmes një mesazhi drejtuar ndjekësve të saj në kanalin Lori's People, Loredana ka sqaruar se këto imazhe nuk janë reale, por janë krijuar nga inteligjenca artificiale. Ajo kërkoi që shpërndarja e këtyre fotove të ndalojë menjëherë, duke I cilësuar ato si dashakeqe dhe të dëmshme për publikun. Loredana theksoi se fotot e krijuara me AI krijojnë keqkuptime dhe disinformacion, duke shtuar se ato nuk pasqyrojnë realitetin dhe janë një formë mashtrimi. Ajo kërkoi që të ndalohen për të mos vazhduar përhapjen e këtyre imazheve të rreme. Përveç sqarimit të situatës, Loredana shfrytëzoi rastin të falenderoj fansat e saj për mbështetje, duke thënë se ata kanë qenë forca e saj më e madhe gjatë periudhave të vështira. Mbështetja e juaj ka qenë drita në momentet më të errta të jetës time, shprehet ajo.